Shumë kënaqësi me ju pas, sidomos kur flasim për diçka që përfitojnë qytetarët tonë, po e them tërthorazi nga gjitha puna që po bëhet në Kosova Med. Po jo gjithë e dim sakt çka është Kosova Med dhe çka bën në tregun tonë. Ndoshta është mirë të prezantohemi një herë me Kosova Medin në mënyrë që të flasim edhe për rëndësinë e trajnimeve që po ndodhin. Po pra, Kosova Med është një organizatë jo qeveritare që me një përkushtim të jashtëzakonshëm po ofron ndihmes dhe mbështetje për sistemin shëndetësor në Kosovë dhe mirëqenien sociale me qëllim që çdo individ të ketë qasje, gjithë përfshirëse dhe cilësore sa i përket shërbimeve që ofrohen. Dhe po flasim për një cilësi e cila me të vërtetë është shembull për t'u treguar, sepse gjithkund na nevojitet përveç profesionalizmit edhe një cilësi e të ushtruarit të detyrës. Po, praktikave, do të thotë po, pikërisht këto cilësi arrihen jo vetëm përmes njohurive teorike, por edhe njohurive praktike që po ofron Kosova Med përmes trajnimeve, të cilat janë të bazuara në standarde ndërkombëtare dhe në standardet ndërkombëtare dhe në praktika domethënë të verifikuara, të cilat kanë për qëllim respektin e pacientit dhe të klientit, të tëra këto po ja ofron Kosova Med, domethënë të investosh në dije, domethënë këtu bëhet edhe ndryshimi dhe Kosova Med beson se ndryshimi arrihet ose përmes dijes dhe përkushtimit, të cilat këto të dyjat i ka përcakuar shumë mirë Kosova Med, dhe këto pikërisht po e bën përmes trajnimeve që po ofron, të cilat, siç e potencova, janë të bazuara me standarde ndërkombëtare dhe me bazë të punës që e bëjnë profesionistët. Prandaj po përgatit profesionistë mirëfillt në mënyrë që shërbimet të jenë sa më cilësore dhe po e mbështet sistemin shëndetësor, po ashtu edhe mirëqenien sociale.